Një 37 vjeçar u arrestua në Tiranë ndërsa udhëtonte i armatosur dhe i maskuar, për çka policia e kryeqytetit ka ngritur dyshime se po planifikonte një ngjarje kriminale. Perikli Doçi tërhoqi vëmendjen e bluve në afërsi të liçenit të Paskuqanit, pasi nuk ju bind një urdhri të policisë për të ndaluar ndërsa po lëvizte me motor. Efektivët e policisë u vunë në ndjekje dhe kur arritën ta vënë në pranga zbuluan arsyet. 37 vjeçari mbante një mask silikoni për të fshehur identitetin, ndërsa me vete kishte një armë zjarri, municion luftarak, një sasi eksplozivi dhe 10 litra benzin. Perikli Doçi u vënë në pranga në kushtet e flagrancës, ndërsa nga verifikimet rezultoi se motori me të cilin qarkullonte rezultoi i vjedhur. Të gjithë këta faktorë nxitën grupin hetimor të ngrejë dyshime se ai po planifikonte një ngjarje kriminale ndaj jetës ose pronës, por deri më tani mbetet e paqartë shënjestra e 37 vjeçarit. Perikli Doçi rezulton një person me precedent penal, teksa në tetorin e vitit të kaluar ka qelluar me armë zjarri në drejtim të një banese në Paskuqan, ndërsa ka djegur më pas automjetin e përdorur në afërsi të urës në fshatin Tapiz. Në të njëjtin muaj, sipas policisë, ai ka sulmuar me eksploziv një tjetër banesë në të njëjtën zonë të Tiranës, ku përpasoi pati vetëm dëme materiale. Motivet e dy ngjarjeve po ashtu mbeten në hetim. Policia e Tiranës thotë se në drejtimin e prokurorisë punën për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorëve të mundshëm të 37 vjeçarit, sikurse për zbardhjen e ngjarjeve të tjera kriminale të cilat ai mund të jetë i përfshirë.